t'ju kushtojnë vëmendjen maksimale, vëmendjen e jashtëzakonshme. E vërteta është se narkoshteti po shembet. Kjo është sot e vërteta më e madhe se asnjëherë më parë. Dhe kjo shembje është e pandalshme. Struktura kriminale e bazuar mbi drogën, krimin dhe vjedhjen e shqiptarëve që Edi Rama ngriti këto 12 vite në aleancë me kartelet e drogës dhe ekstremin e majt të udhëhequr nga George Sorosi, ka hyrë në një proces dezintegrimi. Këto zhvillime i japin një dimension krejt të ri misionit ton për shpëtimin e Shqipërisë. Për të parën herë në 12 vite, opozita ka mundësinë e saj reale për t'i dhënë colpo di grazia narkodiktaturës së Edi Ramës. Shembja e narkoshtetit është shans historik për çdo qytetar opozitar, për çdo qytetar shqiptar, për çdo drejtues të forcave opozitare politike, drejtues të Partisë Demokratike. E premtja që kaloi është e premtja më e zezë e narkoshtetit të Edi Ramës. Të gjithë ne ishim dishmitar me disa pamje të cilat atyre që kanë përjetuar diktaturën totalitare i kujtojnë procesin e Kadriazbiut në gjyqin e partisë. Të tilla ishin pamjet e Erjon Veliajt në gjykatën kushtetuese, por në dallim nga Kadriazbiu, që deklaronte se e kam nga partia ime, Erjon Veliaj me guxim krahasoi partinë e tij me Farkun e Kolumbisë. Të kuptohemi, nuk kam absolutisht as edhe ndjesin apo më minimale se Erjon Veliaj është një person i pafajshëm. Erjon Veliaj është një person i cili mbahet në burg për minimumi 1/100 e asaj që ka vjedhur dhe shpërdoruar, për të mos thënë 1/200 e saj. Por, duke thënë këtë, e vërtet e pa diskutueshme është se të drejtat e njeriut u shkelen në mënyrë brutale, u përdor ndaj tij ajo praktikë që Enver Hoxha përdori ndaj Kadriazbiut, që ishte një kriminal, një vrasës. Dhe në këtë rast, duke shkelur çdo procedurë, çdo ligj, i dhanë atij mundësinë të marrë guximin dhe të krahasojë me Farkun e Kolumbisë, partinë që në fakt, a i tha një të vërtet, narkoparti, narkoregjim. Kjo është e vërteta e Shqipërisë. Narkoparti, narkoregjim. Por të njëjtën ditë,
personi që po të mirje qindra mira fjalë të fjalorit ton, nuk meriton të fjalë tjetër më shumë se sa lubin. E pa përmajtur, njeriu që pas Edi Ramës ka vjedhë më shumë në historinë e shtetit shqiptar që nga themelimi i këtij shteti gjerësot, dhe kjo është Lubi Balluk.